E në këtë sens nuk ka që thot, nuk ka që bën, përveç se të vullos atë që kryetari i partisë së saj urdhëron. Në një podcast që pash për para një jave me zotin Rama, ishte si një nxënëse e pa përgatitur e ngritur në mësim, që mësuesi sado që përpiqej ta nxiste, të fliste, ajo vetëm lavdëronte mësuesin, në këtë rast Raman. Pra, duke mos pas personalitet politik, duke mos pas autonomi politike, unë nuk mendoj që as çerekun e sekondit zonja Masiliu, nëse do jetë kryetari i Bashkisë Tiranës, do t'i rezistoj për ndonjë gjë, zotit Rama. Do i thotë, kjo nuk bëhet se unë do zgjedh qytetarët e Tiranës para teje. E njëjta gjë më duket edhe për zotin Binaj, është de facto kandidat i Sali Berishës, pavarësisht makiazhit. Është i pavarur. Tani, unë them t'i marrim seriozisht qytetarët edhe ta themi të vërtetën. Zoti Binaj është kandidat i Sali Berishës, e ka mbështetur publikisht Sali Berisha, ajsa njëherë Sali Berishës i shptoi dhe goja dhe tha kandidati ynë i pavarur. Pra, edhe yni, edhe i pavarur. Gjani qik me kandidaturën e Edi Ramës vitin 2000, sepse do t'ju kujtoj edhe Edi Rama atëhere, teknikisht dhe formalisht u shpall kandidat i pavarur, që thjesht kishte mbështetjen e Partisë Socialiste, po aq sa ishte i pavarur Rama atëhere, aq është edhe i pavarur Binaj sot, që praktikisht janë kandidatët e Ramës dhe të Berishës, pa minimumin e autonomisë politike, pa minimumin e guximit për të thënë jo, ndalë drejtuesve të tyre politik, kështu që unë kam përshtypjen që gara dhe rivalitetin këtë rast është një çik, po themi, anormal, pse se në njërë anë ke një kryetar partije që kandidon, në anën tjetër ke dy personazhe që s'kan as minimumin e, si thua, e mëvetësisë politike. Por ju bëj një krahasim me vitin 2023. Eri Veli e ka të gjitha të zezat, është personazh i korruptuar dhe bën mirë që të rri sa më gjatë në burg, mirë po një minimum, po themi, autonomie politike e kishte. Ose zoti Klliçi, përsëri, një minimum besoj në autonomie politike e kishte, duke qenë politikan, deputet e gjëra të tilla, ndërkohë që kandidatët e sotshëm të këtyre partive janë shumë dobët në këtë aspekt. Për në aspektin e autonomisë politike, në aspektin e asaj që unë do them diçka dhe do bëj ca gjëra dhe për këtë nuk pyes ata që më ka vendosur. Jo, unë e kuptoj këtë, por nëse ju do të ishit kandidati fitues, do të operonit me një këshill bashkiak që është ky që është për një vit. Po. Kjo do të thotë që buxhete, çdo vendim që ju do të doni, do ta kishit bllokuar. Si do funksiononte një raport i tillë dhe si e shikoni, është në fakt një anomali kjo? Për këdo që do fitonte. Dakor, zonja Masiliu është përfaqësuese e Partisë Socialiste, ka shumicën në Këshill Bashkiak, do ta kishte më të lehtë. Zoti Binaj gjithashtu do ta kishte të vështirë. Unë do t'ju ftoja të përfituaroni çfarë do ndodhte në Shqipëri një ditë mbas fitores time si